Vërej se kjo bota e komunikimit në rrjetet sociale është si një grop thithse ku ti sa më shumë përpiqesh të sqarosh dhe të pastrosh terrenin në komunikimin tënd, aq më e pamundur bëhet sepse gjithsesi do të ketë një masë të madhe njerëzore që do të bëjnë atë që din të bëjnë, ashtu si din ta bëjnë, pra të tërheqin poshtë në atë grop thithse në mënyrën se si ata i keq interpretojnë apo në mënyrën se si ata i keq përcaktojnë apo i keq etiketojnë gjërat që ti bën. Por s'kemi që bëjmë, kjo është pjesë e lirisë, kjo është liria në fund fundit. Të gjithë kanë të drejtë ta mendojnë si të duan. Detyra ime është që unë t'jem i qartë dhe i kthjellët me ata që kanë vullnetin dhe dëshirën e mirë për me kuptu çfarë bëjmë ne si rinisje dhe çfarë them, bëj dhe veproj dhe besoj unë si Arjan Galdini. Çfarë do të ndodhë në datë 21 gusht? Ka shumë njerëz që në komentet e tyre thonë pse nuk bashkoheni me popullin, pse nuk bashkoheni me rinin, pse nuk u bashkoheni protestave, pse nuk u bashkoheni flamingove. Ose madje ka nga ata që shkojnë edhe pak pëtuti dhe thonë po kjo mos është përçarje, po përpiqeni të përçani flamingot, protestat, të sabotoni, të coftoni vullnetin popullor. Ka dhe më keq akoma që përpiqen të thonë, rinisja, si rilindja. Okej, ti marrim me radhë. Në vitin 1990, unë mendoj dhe besoj se biem gjithë dakord se shqiptarët u ngritën për me luftu që të rrëzonin diktaturën komuniste. Dhe diktatura komuniste kishte karakteristikë të saj bazë faktin që ne kishim një parti. Pra kishim vetëm një mënyrë të menduarit. Dhe të gjithë ata që guxonin të mendonin ndryshe nga vija e partisë dhe ndryshe nga shporosiste apo kërkonte partia dhe diktatori, të gjithë përfundonin në kampe përqendrimi, të gjithë përfundonin në punë të detyruar, për mos thënë pastaj se kishte shumë nga ata që edhe psonin duke përfunduar në burg apo edhe më keq akoma edhe të pushkatoheshin me gjyq apo pa gjyq. Pluralizmi politik nuk kupton jo thjesht që ne të kemi disa parti politike apo shumë parti politike. Pluralizmi politik nuk kupton që secili prej nesh duhet ketë të drejtën për me u shpalos, pra nëse beson në disa ide, në një ide, në shumë ide, njeriu duhet që këto ide t'i shpreh, siç thot Schilleri. Emocionet janë private, idet janë publike. Dhe është detyra jonë në demokraci që idet tona t'i bëjmë publike. Por gjëja që duhet kuptojmë së bashku prapë është kjo që po nuk mund të bashkohen ide që janë të ndryshme. Nuk mund të shkrihen ide që janë të ndryshme. Nuk mund të bashkohen njerëz që janë të ndryshëm. Nuk mund të bashkohen besime që janë të ndryshme. Dhe secili duhet të jetë në paqe me veten dhe të kuptojë se ajo që është e rëndësishme për cilin do prej jush, nuk do të thotë se është e rëndësishme për këdo dhe aq më tepër për të gjithë. Apo në momentin që po ndodh diçka që duket shumë e rëndësishme, kjo nuk do të thotë që është domosdoshmërisht ashtu dhe për hir të saj duhet të sakrifikojmë çdo gjë tjetër. Sepse çdo të thotë që të ngrem një lëvizje kombëtare me pretendimin se është lëvizje për me na shliru nga një autokrat, dhe pastaj në emër të kësaj lëvizje, që e quajmë lëvizje qytetare, lëvizje popullore, populli, revolucioni, flamingot, si doni, pastaj të sakrifikojmë çdo gjë tjetër.
Po ku është liria këtu? Në çpik ne nderojmë pikërisht parimin mbi cilën ata njerëz që janë bashkuar me flamingot janë aty në shesh. Por na thuhet se flamingot janë aty për lirinë dhe dinjitetin tonë, apo jo? Dhe unë nuk e vëm dyshim këtë gjë. Dhe nuk dua ta vëm dyshim këtë gjë. Por nga ana tjetër, unë mendoj që ka të tjerë ndër ne, dhe një ndër ta jam unë, që mendojmë se Shqipëria nuk mund të ndahet as në 2, as në 3, as në 4 kampe, sepse në qoftë se diktatura komuniste na detyron të mendonim vetëm si partia e punës së Shqipërisë, tani në periudhën post-komuniste duket sikur të gjithë ata që kanë fuqinë mediatike, që kanë fuqinë logjistike, që kanë fuqinë numerike, një lloj si bënte partia e punës dikur, duan që ne të mendojmë si ata. Por me iluzionin se kemi pluralizëm nga që janë disa kampe. Jo, për kampet punojnë ata që janë mbështetës të kampeve politike. Për shoqërinë do të jemi të gjithë guximtar, por njëkohësisht do të jemi të gjithë dhe të vendosur për me shpalos, për me shpall dhe për me mbrojt idetë tona dhe për me qëndru për idetë tona. Por unë e mendoj ndryshe nga ata. Kjo nuk do të thotë që unë jam kundër tyre. Unë e mendoj ndryshe, sepse unë mendoj që Shqipëria në këto 36 vite ka patur një turravrap, një ngut, një industri proteste kaq të madhe, e cila është përdorur gjithmonë kundër mendimit, kundër reflektimit, kundër urtisë. Tani, a nuk kam dhe unë të drejtë që të qëndroj për atë që besoj? Pra unë besoj tek urtia, nuk besoj tek protesta, nuk besoj tek revolucioni. Jam ndryshe, pra unë nuk mund të bashkohem me ata që besojnë tek protesta. Por ndryshe nga të gjithë juve që më shani mua, unë nuk jam kundër tyre. Unë mendoj që ata janë duke bërë atë që dinë, atë që u takon, atë që besojnë dhe dash Zoti ja dalin banë dhe fitojnë. Ma nuk duhet shuhemi në të tjerët. Mos prisni dhe mos kërkoni nga në të tjerët, as të heshtim dhe as të shuhemi. Nëse duam një vend që lartësohet, nëse duam një vend që zhvillohet, do të bëni mirë që të hapni mendjen dhe zemrën për pluralitetin. Pluraliteti faktikisht është e vetmja garanci që kemi që betejat që bëjmë nuk na çojnë në autokraci të reja, nuk na çojnë në dështime të reja, por na çojnë në liri. Ne nuk duhet bëjmë beteja ku shuajmë të tjerë, ne duhet bëjmë beteja ku fitohen objektiva, rriten standarde, arrihen suksese për shoqërinë, por jo duke sakrifikuar gjithmonë rozafa në themelet e betejave. Sepse të bësh rozafa gjithmonë në themelet e çdo beteje, pra mendimin ndryshe, mendimet tjera, mendimet kundërta, lirin, dinjiteti njerëzor, ne nuk shkojmë kurkund kështu. Mbetemi në vend sepse gjithmonë ripërsërisim të njëjtin cikël. Ajo që unë dua që njerëzit ta kuptojnë është, o njerëz të mirë, nuk ka pse të mendojmë gjithmonë në mënyrë akuzative që kur dikush bën diçka e bën patjetër kundër dikujt. Duhet mësohemi, jemi në demokraci dhe duhet ta jetojmë demokracinë. Duhet të mësohemi jo me mendësi diktature, duhet të mësohemi në demokraci. Mund të veprosh atë që ti beson pa qenë detyrimisht kundër dikujt dhe kundër diçkaje. A mundemi ta kthejmë këtë në kulturë të përbashkët? Nuk e di, por unë do të përpiqem. Kjo është arsyeja pse në datë 21 gusht, pra pas nesër, ditën e premte, ora 18:00, unë do ftoj ata shqiptar 3-3, 5-5, ore nuk do të bëjmë namin, do hedhim një hap. Unë nuk e di sa njerëz do vinë, mund vinë 3, mund vinë 5, mund vinë 50, mund vinë 100. Por ama unë do të hedh hapin, ne do të hedhim hapin, nuk do të bëjmë namin. Nuk do të bëjmë namin, mos keni merak, do të hedhim hapin. Do të hedhim hapin për me dëshmu se në Shqipëri betejat do të jenë
të tilla që nuk shuajnë të tjerët dhe jo domosdoshmërisht si kundërshti ndaj të tjerëve apo si përçarje ndaj të tjerëve. Pastaj edhe ky koncept i përçarjes. Unë nuk e di ku e keni mësuar dhe kush ju ka thënë dhe ku e keni dëgjuar këtë kulturën e përçarjes, sepse nuk mund të përçajë dikush që është jashtë. Unë nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e flamingove. Unë dhe ne të rinisjes nuk kemi qenë ndonjëherë me flamingot. Nuk kemi qenë me revolucionin, nuk kemi qenë me protestat, nuk kemi qenë me flamingot. As kemi qenë kundër tyre, por nuk kemi qenë me ta. Atëherë si e bëgemi në përçarjen? Si mund të jetë përçarës dikush që nuk ka qenë kurrë pjesë? Përçarja ndodh nga brenda. Ata që janë aty mundet me e përça atë që kanë kriju vetë. Po unë nuk jam pjesë, asnjë nga ne nuk është pjesë aty. Asnjë nga ne të rinisjes dhe asnjë nga ne që do të mblidhemi në datë 21 gusht në sheshin Skënderbej nuk kemi qenë pjesë e revolucionit, protestave apo flamingove. Dhe ju lutem, se unë nuk dua të flas për ta, por ju lutem. Tani është paradoksale dhe është gati qesharake të më thoni mua që po i përçaj unë ata, kur ata vetë kanë një 30 grupe, ku secili grup akuzon tjetrin se është i shitur, i bler. Po është pa kuptim të më akuzoni mua për përçarës, apo të më akuzoni ne për përçarës, kur ata po shahen e po gjuhen me grushta e me hekura me njëri tjetrin. Unë nuk e di cili nga grupet nuk ka bërë akuza për shitje dhe për blerje aty mes tyre. Unë nuk e di nëse ata kanë lënë fjalë pa ja thënë njëri tjetrit. Unë nuk kam thënë gjë për ta. Unë nuk kam thënë gjë për ta. Unë nuk kam thënë kurrë asgjë kundër tyre. Por po ti lexosh dhe po ti dëgjosh çfarë thon ata, vetë grupet, vetë personat që herë kanë qenë në vorbullën kryesore dhe pastaj mund të kenë dalë më njanë, apo që kanë ikur, janë rikthyer, janë rrethrodulluar, kanë qenë kuvendar, apo grupe koordinatorësh, apo grupe nismëtarësh, pra mjafton të lexoni, të dëgjoni çfarë thon ata për njëri tjetrin dhe besoj e kuptoni që këtu nuk ka lidhje fare Arjan Galdini dhe rinisja me asnjë gjas për me qenë përçarës apo kundër tyre. Nuk kemi lidhje, ne jemi krejt diçka tjetër. Ne jemi krejt një nisëm e re, një mënyrë e re të menduari, nuk jemi për protestën, jemi për urtin, nuk jemi për revolucionin, jemi për Shqipërinë mendojse, jemi për Shqipërinë e urtisë, jemi për Shqipërinë që reflekton, jemi për Shqipërinë që u jep mundësi atyre që janë të ditur, që të mendojnë dhe të thonë zërin e tyre dhe të përgatisin projektin e një Shqipërie ndryshe. Pra ne kemi krejt tjetër mënyrë të menduari. Këtë do të bëjmë ne në datë 21 dhe mos keni merak se as do përçajmë kërkënd dhe as do dalim të manifestojmë në krahasim apo në kundërshti apo në matje me kërkënd tjetër. Ore do të dëshmojmë, kemi drejtën tonë ekzistenciale për me dëshmu, kemi drejtën tonë kushtetuese për me dëshmu, kemi drejtën tonë demokratike për me dëshmu. Nuk kemi kundër askujt. Dhe kjo loja pastaj me rilindja dhe rinisja, ju lutem, mos i bëni kaq të ulta bisedat, sepse rilindja vet e Ramës ka vjedhur emërtimin e rilindjes që e bën ata burrat nderuar. Ata burra dhe gratë nderuar të shqiptarizmës një shekull më parë. E nga se ne nuk kemi asnjë ndërlidhje dhe asnjë ngjashmëri, asnjë piktakim me kërkënd nga këta zotrinj dhe zonjat që kanë patur pushtete nga 1944 e sot, jemi bërë bashkë për me thënë që ne duam t'ja rinisim aty ku ndërprejnë ata burrat dhe gratë e nderuar të shqiptarizmit një shekull më parë. Sepse ata u ndërprejnë edhe nga lufta e parë botërore, edhe nga lufta e dytë botërore dhe më pas nga komunizmi pa drejtësisht dhe kriminalisht.
dhe që Shqipëria të bëhet, që Shqipëria të transformohet, ne duhet bëmi bashkë për me rinis aty ku ata u ndërpren. Ka që thjesht është. Da ju lutem, mos komplikoni kot, e mos ngatroni gjëra që janë krejtësisht të pa lidhura me njëra tjetrën, dhe të pa lidhshme me njëra tjetrën. Unë shpresoj shumë që do arrim të ndërtojmë në vendin tonë një paqe të tillë dhe një mënyrë komunikimi dhe mirë kuptimi me njëri tjetrin, kur jo çdo gjë ta shohim kundër. Njerëzit nuk janë kundër njëri tjetrit dhe nuk kam pse të jenë kundër njëri tjetrit. Madje edhe vetë revolucioni e ka fokusin e qartë. Ata duan një Shqipëri të re. Patjetër që të gjithë shqiptarët e mirë dhe të gjithë shqiptarët e ndershëm janë kundër çdo xhambazi dhe çdo hajduti. Por ne mund ta mendojmë ndryshe se si mund të shërbejmë Shqipërisë. Protesta mund të jetë një mënyrë për me i përshpejtu proceset. Urtia është një mënyrë për me i kry proceset e matura dhe pa gabime. S'ka pse të ketë konflikt, s'ka pse të ketë përplasje këtu. Duhet vetëm të hapim mendjen dhe mos ta shajmë njëri tjetrin dhe mos jemi në kaq shumë kundërti me njëri tjetrin. Por secilit përpiqet bëj me dashuri dhe për kushtim atë që beson. Asnjëherë nuk kam thënë unë fjalë apo asnjëherë nuk kam bërë thirrje për të dalë kundër dikujt apo kundër diçkaje. Gjëja që unë jam përpjekur të bëj gjithmonë është kjo. Le të qëndrojmë për atë që ne e quajmë të rëndësishme dhe të mirë për një Shqipëri të dej, për një Shqipëri ku ne jemi punëtorët e kohës tonë, punëtorët e brezit tonë. Dhe si punëtorët të kohës dhe të brezit tonë, ne na takon të bëjmë më të mirën për të lënë një Shqipëri më të drejtë dhe më të denjë, dhe më të zhvilluar dhe më të lirë dhe më dinjitoze fëmijëve ta. Nuk na takon t'u harxojmë as kohën dhe as Shqipërinë. Duhet të bëjmë të pamundurën që fëmijëve tanë dhe brezave që do të vinë t'u lëmë një Shqipëri më të mirë. E bëjmë për ta, jo për vete. E bëjmë për ta, jo për vete. Dhe ata që kanë merak se kërkoj unë karrige, unë nuk e di sa herë duhet ju a them. Nuk kërkoj karrige se unë nuk jam politikan, nuk po ju thras si politikan. E di që për shumë nga ju është e pakuptueshme kjo gjë, por nuk jam politikan, nuk konkuroj dhe nuk do konkuroj dhe nuk kam në plan të konkuroj për asnjë pozicion dhe për asnjë rol politik. Jam një njeri që kam një ide, kam një vizion dhe dua t'i shërbej kësaj ideje dhe këtij vizioni, nuk do kërkoj votat tuaja, mos keni merak. Nuk po kërkoj të bëhem as deputet, as kryetar bashkie, as ministër, as politikan, as i zgjedhur, as i emëruar. Rrini të qetë. Unë jam Arjan Galdini dhe më mjafton të shkruaj librat e mi dhe jam i kënaqur me kontributin si shërbestar për kombin tim. Kaq, nuk kam nevojë të zgjidhem kurkund dhe nuk kam nevojë që të jemi votuar apo të konkuruar ndokun. Jam një autor librash, artikujsh dhe ja dal mban jetës time vetëm me punën dhe me profesionin tim dhe me dijen time. Prandaj rrini të qetë, ju lutem, rrini të qetë. Edhe kjo puna e protagonizmit, se duhet ta sqaroj edhe këtë çështje e protagonizmit, se ka shumë njerëz që thonë, vdiqet për protagonizëm. Një sekond. Po demokracia kjo është, më. Demokracia kjo është. Njerëzit duhet të jenë protagonistë e ideve të tyre. Unë nuk e di kush i shpërndan këto licencat dhe kush i shpërndan këto lejet për protagonizëm këtu. A keni me tapi, ka në i kadastër këtu protagonizmi, i shpërndan partia, i shpërndajnë mediat e regjimit, kush e shpërndan këtë licencën dhe lejen e protagonizmit? Lojnë më njerëzit e lirë dhe të qetë, më. Lojnë më se në qoftë se një njeri ka një ide, Zoti e bekoft në qoftë se qëndron për idenë e vet dhe është protagonist i idesë vet. Pse me mendësi komuniste që na duket kaq sakrilegj dhe na duket kaq kriminale dhe e dënueshme dhe e fajsueshme,
Ajo që është naturaliteti demokratik, protagonizmi i njeriut për një ide që e beson. Po ç'është ai njeri që nuk qëndron dhe nuk beson fort tek ideja e vet dhe nuk i jep vetes protagonizëm për me realizu idenë e vet? Çfarë lloj njeriu është? Këtu ju lutem, po e mbyll me paqe dhe me dashuri për të gjithë, por largojeni helmin nga mendjet, ju lutem, dhe në datë 21 gusht, ora 18:00, kush do me na njoft, nuk do bëjmë namin, nuk do bëhet nami, kush do me na dëgju, kush do me na pyet, kush do me na taku, do të jemi në orën 18:00 në sheshin Skënderbej, ditën e premte 21 gusht. Shumë faleminderit.